Në qendrën ditore Atelier në qytetin e Korçës, përfituesit marrin një sër shërbimesh që synojnë zhvillimin e aftësive individuale, nxitjen e pavarësisë dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre. Përmes aktiviteteve të ndryshme, ata angazhohen në mënyrë aktive në procesin e integrimit komunitar. Aktualisht në qendrën ditore të zhvillimit marrin shërbim rreth 20 përfitues, ku mësojnë të integrohen në jetën sociale nëpërmjet punës, të ndarë në 4 sektor pune, mësojnë të aftësohen për veten në pavarësinë praktike, të gatuajnë, por gjithashtu dhe punime artistike, të cilat i kemi në shitje. Së fundmi, në kuadër të programeve zhvillimore të qendrës, është shtuar edhe drejtimi i shërbimit të ekurosjes, me qëllim përgatitjen dhe përfshirjen e pjesëmarrësve në tregun e punës. Kemi hapur atelierin e ekurosjes dhe i bëm thirrje gjitha bujtinave dhe hoteleve të qytetit të Korçës që të marrin një shërbim pozitiv, shumë cilësor nga duart e përfituesve tanë. Ne kemi bërë përpjekje për të arritur rezultatin ose qëllimin kryesor të qendrës punësimin e përfituesve dhe vazhdimisht kemi bërë projekte, marrëveshje me zyrën e punës dhe shpresojmë që në të ardhmen të arrijmë të punësojmë përfitues nga qendra. Ky hap i ri përforcon misionin e qendrës për të ofruar mundësi reale për zhvillim personal dhe profesional, duke i dhënë çdo individi hapësirën dhe mbështetjen e nevojshme për të qenë pjesë aktive e shoqërisë.